eci, i shtetit, i shoqërisë, i popullit, po të për hajë Ramazani. Që të marrësh problemi, tash në kohën e sotit, me thot dikuj, dhe që duket shumë interesant. Është shumë populli dikush nga politikanët ti uroj. Po, nuk ka qenë. Rogova e ka bërë këtë pastaj. Po tani gjithë edhe pas tina, tani jeni kjo në sistemi demokratik, se xhamia luajti rolin edhe në aspektin e shlirimit, në aspektin e ozëllarët, të njerëzit të cilët, domosdoshmë kjo ka qenë. E tash, gjatë luftës ka pas për ushtarakëve që unë i kom njohur, për ushtarëve që unë i kom njohur, që kanë agjëruar Ramazanin edhe brenda luftës. Domosdoshmë e tash mas luftës është hala më kënaqësi për arsye se gjeneratat e reja po lexojnë më tepër, po e kuptojnë fen më tepër, madje në për xhamitë e Kosovës, më thotë 80% të xhamatit janë njerëz të ri. Nën 40 vjet. Mo pjesa më e madhe, edhe në agjerim janë çashtu pjesa më e madhe, e sidomos tash i kanë muin shkurt. Vetëm ata që dojnë më bo shumë të ligë, për arsye se ka mundësi shumë lehtë me agjeru Ramazanin, edhe me e pastru shpirtin e tij, me u largu pak nga ajo e përditshme që është në jetë. Kur jemi të kohët moderne, do t'i kthehemi luftës sërish, po a është prek edhe kjo çështje prej kësaj mendësisë konsumeriste, ndoshta blerjet e tepërta, ofertat e restoraneve, të lokaleve të ndryshme, çmimet e larta, ankesat për të bërë iftare jashtë, jo në shtëpi, çfarë këshille keni në këtë aspekt? Po normal, koha ndryshon, njerëzit ndryshojnë, gjendja ekonomike jona ndryshon, edhe është vërtet që iftare ka posat kënaqësi në familje dhe sot, kur ti pyet çdo besimtar, normal e ka ndjenin në familje më të mirë se sa në restoran, mirë, po nuk duhet jemi edhe kundër asaj, edhe të restoranët. Sa i përket restoraneve dhe lokaleve që shesin gjona ushqimore, është